Për shembull, unë dhe Hoxha Lukman kemi investuar në dele. Kemi ble vend, 40 i ka ble Hoxha Lukman edhe 40 unë. Mirë po, biznisi është një. Ne tash po e bëjmë një biznes, edhe është një tërsi. Atëherë, kjo pastrohet si një tërsi. Për shkak se kena bashku biznisin, e kemi një kopet përbashkët, e njëjta gjë. Njëjtin vend ushqen, njëjtin vend jetojnë, njëjtin vend flejnë, hajnë pinë, kështu me radhë, faktikisht kjo është një kopet që llogaritet. Atëherë kjo llogaritet tamam si një kopet. Për shembull, 80 deleve do të thonë veç një, për shkak se pi 40 deri 120 kemi një. Jo 2 se janë 2 pronar, 2 nga 40. Mirë, por nëse i kemi afër njëra me tjetrën, ti ki tuat, edhe në kam të mijat, tuat hajnë veçmas, mijat hajnë veçmas, mirë po për shembull një bari i shkon dyat, i këshyr dyat, merret me to, amo pasurit janë të ndora, kopet janë të ndora. Atëherë secili për neve jep zakatin. Ata bile edhe i njohin cila deve jemi, cila jote me e din ata sakt. Prandaj nëse pasurit i kena të ndora, kopet i kemi ndora, atëherë secili për neve detyrohet me dhon nga një. Unë që ku është dallimi, se kjo e dyta formë që përmendëm, ti jep një, unë jap një, se edhe unë arri zakatin, edhe ti arri zakatin. Nëse te ajo i pare, nëse pasuria është bashku, mirë po pejgamberi sa këto e kanë të heq veten që mos me bë hile, mashtim. Sakt. Nuk bashkohet kopeja e ndarë dhe nuk ndahet kopeja e bashkuar. Këtë formë ka ardhur, për shkak se ka mundësimi i qysh, domthonë nëse ne i kemi 40 në ndame, pak para se marr koha zakatit i bashkojmë. Që me dhon veç një, mos me dhon te një unë një. Ishte në obligu do të më dhon nga një. Kështu do të më dhon se çfarë ne mos mik. Edhe kjo ndodh Hoxhi nderuam, edhe tash tutje, ndoshta keni përmendur më herët, dikush për mik, zakatit bën blerje diçka, blen një banesë, blen një vetur luksoze për mik. Për mik dhoni zakatit se parë, don për shembull, ja zën zakatit 50.000 euro, e blen një vetur 30.000 euro, veç mos më dhon. E kjo do të më pas kujdes se pejgamberi son me këtë hadith na ka treguar që ndu haqet e sadaqa, mos mi bo kësaj lloj gjona shivesh që me ik dhoni zakatit.